إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dashur vëllezër, dashuria ndaj vendit, ndaj vetëlindjes është natyrshmëri. Natyrshmëri që do të thonë nuk ka nevojë me lypa jete edhe hadithe për me tregu se sa e don vendin tënd. Për arsye se kur I ka kriju Zoti njerëzit, një prej formave të jetesës së të tokë është lidhshmëria me vendlindjen. Kjo është e rrënjosur thellë në secilin krijesë që Zoti e ka sjellë në këtë tokë. Lidhet me vendin ku është lind, ku I ka familjarët, e ku është rrit, dhe është pjesë normale e asaj pjesës e natyrshmërisë që Zoti I ka krijuar njerin në tokë. Me dash vendin është natyrshmëri. Me dash vendin tënd që ka nevojë për dashurinë tënde, është ndjesi e lartë. Është më e lartë se sa veç natyrshmëri. E me qenë produktiv, si që kemi qenë na si diasporë, në të vazhdueshme për vendin tënd, kjo është vetëdijsimi i lartë. Kjo është vetëdijsimi i lartë. Andaj dashur vëllazni, kur e don dikant, kur e don një vend, kur e don një person, pavarësisht çka don diçka, ki qef me pa. A me pa për televizorit, edhe për telefonit, apo me pa live, me sy? Me pa drejt për drejt. Vesh kur ta shef drejt për drejt, përmbushësh edhe kënaqesh. Po këtë arsye, pika e parë para pushimit është, ose mesazhi I parë imi para këtij pushimi në këtë hutbë, në këtë fjalim është vizitone vendin tuaj. Vizitone vendin tuaj. Mos e nënvlerësoni. Mos e minimizoni ndikimin që duhet ta ketë ai në jetën tuaj të përditshme. Zoti na ka krijuar me jetu në ato vende. Dhe Zoti na ka bëu pjesëtar, siç na ka bëu pjesëtar të atyreve, na ka bëu pjesëtar të fesë së Tij, të vetme të pranuar tek Ai. Dhe na ka shtu hala më shumë përmes kësaj fesë lidhjen tonë me vendlindjen. Përmes kësaj fesë na ka shtu hala më shumë lidhjen tonë me vendlindjen. Andaj, sa ma afër synit, qash ma afër zemrës. Kështu edhe populli. Sa ma larg synit, qash ma larg edhe zemrës. Bëjeni tradit, siç e kanë bërë më herët prindët tonë, prindët e juve, që kanë qenë këtu nashti që 50 vjet. Që spaku një herë në vjet u ka shok ka me shku në Kosovë ose në Maqedoni ose vendlindja atje përgjithësi, pavarësisht që kanë situatat. Madje edhe nëse është dashur me marrën borxh. Dhe mos e humni këtë lidhje me vendlindjen për arsye se, siç thash, humbja nga syri, kada vjen edhe humbja nga zemra. Ke qenë kudo që ke qenë tash, këtë vit, në për vende ndryshme i shetit, ketë në rregull, krejt mirë po askush nuk ta zaventson vendlindjen. Askush dhe asnjë vend për vendeve nuk ta zaventson vendlindjen. Shko në vendlindje, shijoje vendin
përjetojnë vetën tonde, duke e pas këtë njetë që me u lidh sa më shumë me vendin ton prej kuke arte. Kjo është çështja e parë dashur vëllezër. Çështja e dytë, në çdo hutbë e kum përmend para pushimit, që 8 vjet. Kur të shkoni në vendlindje, mundonu më bo pjesë e një hajrit që bëhet atje. Sa do i vogël që do kënë sytë to. Mundon me qenë ndihma, dora ndihmëse çysh ke qenë për këtuhit, në forma ndryshme që ke ndihmu atje, dhe kjo është e ditme, do më nuk ka nevojë unë me zbulu, për arsye se botërisht një prej diasporave më të suksesshme për vendlindjen ka qenë diaspora e shqiptarëve. Sidomos diaspora e Kosovës. Mirë po, megjithatë, mos u mjafto me këtë që ka ndodhur deri tash. Po ku shkosh atje? Mundohu më bë pjesë e një hajrit që bëhet atje. Qoftë edhe 1% të vogël. Mundohu me lëndën prap një shaj, sa herë që shkojnë pushim me lëndën një shaj. Ka familjen ashtu që kanë nevojë. Ndoshta katon tondën, lagjet tondën, vendin ku je, ndoshta është dikush që ka nevojë për diçka, dhe ti mundesh me qenë pjesë e këtij hajri. Ndoshta janë të ndërtuar diçka. Ndoshta janë të ndërtuar në qerdhe, edhe pse këto janë pjesë e shtetit, normalisht, po në forma, në xhami. Elhamdulillah xhamia gjithandaj po ndërtohen. Në institut diçka, në projekt i mirë, në rrugë, në çka do të qoftë, nëse nuk merr pjesë, ose s'ki mos i marr pjesë me një shumë që ty duket solide, mos u privo pe hajrit. Qatë sa ki mundsi. Nga se diaspora shqiptare është shumë e madhe. Veç pak prej neve, ku shkojmë pushim, edhe pse shumica prej neve lojnë çka s'mos atje, elhamdulillah, po edhe në projektet hajrit, veç pak prej neve dikush me lojnë bëhet shumë. Bëhet ballë. Për shembull, ne kato 20 vjet pe diasporës, 20 vjet me kontribu që në sytë të në duket pak, për katunin është ballë. Andaj, leje shajën tonde sa herë që të shkojsh vendlindje, në mënyrë që edhe më shumë të lidhës shpirtërisht edhe emocionalisht me atë vend. E treta, ku të shkojsh atje, pjesë programit ton do të më qenë vizita ndaj të afërmve. Kjo është pjesë e fesë. Vizita ndaj familjarëve, ndaj të afërmve, ndaj njerëzve që kanë nevojë ose të smurëve, është pjesë e fesë. Është pjesë që Zoti na nxit dhe është pjesë e edukatës dhe kulturës tonë shqiptare. Tash, me këtë modën e re që 10 vjet prapërsisht, një kohë e kalojmë para se më rrinë Kosovë, ose para se më rrinë vendlindje në Almi diku me një vend. Një javë dhe 10 ditë në pushim. Në rregull, krejt në rregull. Ku shkojmë tani të shtëpia, kam mbetë edhe një javë ose 10 ditë, çfarë themi, shumë për njerëz tash ku fillu mini, jo s'kan vaktin ku marr me pushu. Po atja pushohet dita sholla. T'ja pushohet dita zhurnalen bregdet dikun, edhe pushohet deri që tash. Realitet, koncepti i pushimit në Kosovë do një më ndryshu vllazi. Pa ndryshu konceptet në kry, nuk funksionon as në tokë. As praktik. Nuk ka pushim trupit në vendlindje. Harroni qëta. Nëse qëta do një me arritin, kini me lonë punë tjera të hajrit mbrapa. Ka pushim të shpirtit. Se i shef njerëz të tu, i shef familjarët të tu, i shef punë të hajrit që i bën vendin tonë. Kjo është pushim i shpirtit, kënaqësi e shpirtit, pushim trupit nuk ka. Andaj, është shumë e rëndësishme, si në aspektin fetar, si në aspektin e lidhjeve tona, si në aspektin e mbajtjes lidhje me njëri tjetrin, është shumë e rëndësishme me vizitu familjar, njerëz farefes. Madje shpesh ndodh ku shkojmë në atje, familjarët e tonë na kanë prit neve me shku me vizitu dikon. Me shku bashk. Na kanë prit neve me shku me pa dikon. Me shku bashk. Edhe çka thojmë na nganjëherë, jo se i na lo valla, s'po kena nerva mo. Po për çka kjo ardhën? Veç pintonde me pa, ke mujt me pa çashtu, edhe pi kamerës. Atin po kthehemi prapë te kamera. Po realitet që kjo është ajo që neve na bën njerëz. Për arsye se më u lidh me njëri tjetrin dashur vllazni. Me tondën, me tafërmin, me familjen, me falefisin. Kjo është njerëzi. Po shtanaj na njerëz social. Mu pa me njëri tjetrin, mu taku me njëri tjetrin, mu qallë me njëri tjetrin. Kjo është pjesë normale e anës sociale që Allahu na ka kriju neve. Në çfarë formë na ka kriju Zoti? Na po dojmë me netën në vetmi, edhe pastaj po vunë be vetmis, po na vetë po dojmë me netën vetmi.
Na vetë po dojmë më largu për njerëzve. Tani po vojnë për i vetëmisë dhe po krijon shumë sëmundje dhe shumë probleme. Për fat keq. E treta dhe e katërta dhe e fundit. Mos u ankoni o Zvicran. Mos u ankoni. Si të zbritmi atje, si të hinë kofe, që. Po që ky popull për jena dhe na? Qaj popull jena na, njëti jena. Në vend të ankesës, shiqoj qytet me anë pozitive. Shiqoj që ka qenë para 10 vjetë, para 15 vjetë, para 20 vjetë. Plus, nëse ti ankohesh, ata pak që të vëllet që e kam pas, ti jap qëtë për tokë, e thotë, hej, për një mes ka metë të kërgja, hajde. Edhe që ta që kanë metë një pakicje vogël, edhe që ta më shpërngull, edhe u kry. Eksodi i shqiptarëve për përsëritet. Ka një herë me dhunë, ka një herë me dëshirë. Mos u ankoni hiç. Mirë në rahat, që pja bëjtë të rritë qëllë me në mësillën. Letë, mirë, që ka që kanë mundësi. Kanë nështë i mundësi më shumë, po s'janë rrethonat. Në realitet, do shë vllazni shumica e njerëzve në botë. Allahu i ka kriju për nga logjika, për nga mendja, për nga mënyra perceptimit të njëjtë. Kushtet edhe rrethonat janë ndryshojnë. Për shembull, ti çaj person në aspektin logjik përgjithësi, në përgjithshme, je konë edhe vend tonë, po si ke pas mundësit. S'tu kanë ofruar mundësit. Ke ardhur tu kanë ofruar disa mundësi dhe pastaj do që çka janë të bëu ata atje. Po ti çatu e kompre? Ti e kun çatu. Madje unë mendoj dhe nuk e kam studiuar me po bazë të kontaktit vazhdueshëm me xhamat, unë mendoj që fëmia tonë që janë këtu ose fëmia jonë që janë atje janë më zgjut se fëmia tonë që janë këtu. Fëmia jonë atje që janë më zgjut, më të përgatitur, më të shkallët se fëmia jonë që janë këtu. Po këtu i ka mundësi të më hes përpara atje, do të migron, nishin rrugë, mund në qet ndonjë mos u qelt, jetë çatë. Andaj në vend të ankesës, të shohmi anë pozitive edhe të mundohemi ta ngjallim shpirtin e pozitivitetit. Energjisë pozitive. Me thonë mirë është, elhamdulillah, mirë është. Mund më konë më mirë, po kadal bëhen edhe këto. Shoqër që po mundi me ne, shoqër që po mundi me kontribu këtu, shoqër me këto rrethona që janë shumë mirë e kështu me radhë. Ona pozitive edhe akti, veprimi. Për shembull, me po një guri shtu në rrugë, një guri të madh ose një bërllog. Këtë që kalojmë aty bëjmë këshëreve, çave se fshin, çka këshërë se fshin. Në rregull, sa shpuna jote, është e vërtetë sa shpuna jote. Më dol pe kierrit me hekën çata, a çka më me thon çöpe që s'përshin, s'ka më se ke shku tash më një herë në praktik. Sa është obligim ti me hekën, se e komplimentet e kush atë ka punën. Po ashtu nuk ka patjetër me fol. Sidomos që kjo e fal me ajon vllazni, ta më kanë thonë shumë njerëz atje. Hoç leçi po na kallzoni shako atje mirë. Po edhe kur bëna thoni këto, kur bëna xhoni këto gabimet po në mes pja vlen me jetu këto më. Kurse e kundët tash vllazni, alhamdulillah ka hajër të madh atje. Ka dyert hajrit të mëdha, ka punë të mira shumë, ka njerëz shumë të mirë atje. Ka njerëz që punojnë shumë me ndershmëri. Çato njerëz na kanë sjell neve çto. Çato familje janë na. Ka njerëz ndershëm, ka njerëz që njerëzën e fundit e japin për mos me korri fytyrën, edhe me qenë tamam ç'është dohet edhe para Zotit edhe para njerëzve. Po nga një herë rrethonat edhe kushtet nuk t'i japin mundësit. Andaj, në vend të ankesës, flasim pozitivisht edhe të mundohemi që të kontribuojmë sado që kemi mundësi. Allah e di më së miri, elhamdulillahi rabbil alamin. Elhamdulillah, haqqa hamdi wa salatu wa salamu ala nabihi wa abdi wa ala alihi wa sahbihi wa gjundi. Lë Zotin që çdo kush që udhton këtë verë, t'ja lësoj udhtimin, t'ja mësoj që shkoj rrugës mirë, t'i gjej familjarët mirë, të kaloj mirë dhe të kthej dhe të takohemi përsëri këtu mirë. E ata që se kanë bën jetë me udhëtue, pej sotit le ta bëjnë jetë me udhëtu, e le ta bëjnë pjesë të pandashme të udhëtimit edhe lidhjen me vendlindje. Allah i rujt familjarët tonë këtu që janë edhe atje. Zoti na mësoj që takohemi me vendlindjen, me njerëzit tonë, me farefisin tonë për hajër këtu edhe atje. Allahu i dhasht hajër edhe të mira popullit tonë, gjithë mbarshëm atje ku janë, edhe këtu ku jena, edhe gjithë muslimanëve në gjithë botën. Zoti na ruaj nga veset tek këqija, nga punë tek këqija, nga mendimet tek këqija dhe na bëf shembull të mirë për vendin dhe për çdo kënd që jeton pranë nesh.
اللهم آمين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.